Unë pres shumë maturi nga ekipi i Kosovës nesër, që do të thotë se nuk do të vërsulet për para me krejt forca. Dhe Slovakët, tu i pas parasysh se ata dikur kanë qenë kampion evropian dhe është me Çekoslovakin, në vërtet kur kanë qenë viteve 80-ta. Dhe ata do të kenë kujdes jashtëzakonisht të madh në këtë mënyrë, do të mundon me imponu mënyrën e lojës. Do të mundon me nxjerr Kosovën nga zona e mesit dhe mbrojtjes. Dhe në sajt këtyre deklaratave dhe imponohet stili, mënyra e lojës, sepse lojtarët brenda fushës, procesi vetë kontrollit, kreativitetit, procesi i asaj që thuhet se du t'jenë luftarak, nga njëherë din me dalë prej kontrollit, dhe këto e në faktor të cilit vendosin nesër. Slovakët janë të rrezikshëm nga ndërprerja. Dhe në këto ndeshje ku ka ngarkesa shumë psikologjike, ndërprerja është mjet shumë efikas për me dënu kundërshtarin. Unë mendoj që në ndërprerje na kemi forcë, sepse në ndërprerje do të kthehet edhe Muriqi, ata kanë gjatësi, e kanë duelin e fort, është një, unë i frigona, do më thënë, ndërprerjes, gjujtë e lirë, korne, me ndohet në këto ndërprerje, kur thëmë... Këtë që përthua sa që të kanë ndërprerje, për duka me këthi kokën nanën tjetër. Pra, po them, është Muriqi është në një formë shumë të mirë edhe do t'jetë kontributi madh ati në këtë i Muriqit në ndërprerje, dhe çfarë mund të pritet nesër. Është me rëndësi, për shembull që në 20 minutët e parë ketë mbrojtje shumë e fortë